اقتربت الساعة është afru kiameti, wa nshaqqa al-qamar, edhe është qa hana. Kjo ka ndodhur në kohën e Rasulit alayhi salam. Mirë po, pyetja jem është, a don me thonë kjo diçka për ty dhe për mua? Është qa hana, a do me thonë kjo diçka për neve? E din pse s'do me thonë kur gja kjo për neve, musliman? Mo qa hana për neve s'do me thonë kjo kur gja, a din pse, musliman? Për shkak se na nuk e dim për çka është hana. Kur të marrëm vesh çfarë roli ka hana, edhe të na thot dikush është qa hana, ne marrëm vesh çka ka ndodhur me neve. Hana është sahati dunjas, musliman, nëse ban me thonë kështu. Do me thonë, muajin e përcakton me han. E din fillimin, e din barimin, e din mesin e muajit, me han. E din fillimin e muajit e Ramadan, me han. E din fillimin e haxhit, me han. Do me thonë, hana është kalendar i muslimanve. Tash, në qofë se këta e nje, e din, e pranan, edhe thot Allahu Azza wa Jall, është qa hana, ati që i bjen kja? I bjen është prish sahati dunjas, ka probleme me sahatin e dunjas. Qka i bjen kja? Iqtarabat as-sa'a, është afru kiameti. Të më thënë, argument që është afru kiameti, është qa hana, edhe kështu është ajeti. Iqtarabat as-sa'a, është afru kiameti. Wa nshaqqa al-qamar, edhe është qa hana. E unë ti halat të marë, me shit, të pa të gjanat presht, e të mënu me të rëthu njënit tjetërën, e të mënu me i ba zolom njënit tjetërën, është qa hana. Vish një shambull, musliman, para me do me ka në provim, edhe me ka në të mënu me shkrua të pytjet, edhe me në thanë, hej kontrolori, profesori, me në ba me i sharet ka ora, me dhe me u kry, edhe nas në almi, e në ba në pet me i sharet ka ora, kujtes, e nas në almi, edhe e gjun lapsin e tina, edhe e thën orën. Çka kuptove ti cili kem provim? E kuptove që me provimin tan e pat me atë. Të me thanë, kur ai që kontrollon orën, e thën orën, i bjen që ti veç më me dërzu provimin e medalë, se për ty s'ka kur gja me aty prej suksesit. Të me thanë, është qa hana, është afru kiameti. Ama qysh dojna me kuptu këta, kur na nuk e dina, as që hana është kalendari jonë, musliman. Vetëm këta kam qef mja kujtua, musliman, edhe numri vjetëve ndryshan me kalendar. E ke dit, në qofë se ki 33 vjetë me kalendar të krishterve, pas lindjes Krishtit, po foli që shtu që me ka një qartë, i ki 34 vjetë me kalendar të muslimanve. Pse çfarë niveli jem na, musliman? As numrin e vjetëve tona nuk e dim. Hala ma keq. Ju kallëzojmë njerëzve kur ka lind Muhamedi alayhi salam edhe përmenëm një vit, e ai vit është pas lindjes Krishtit. Si të nish diçka të thonë 600 e diçka, thuj, e ki fjallën pas lindjes Krishtit, apo? Rasulullah alayhi salam ka lind kur? Ka lind vitin e elefantit. Kështu është njoft, kështu kanë ditë musliman. E na jo, ajo ka zënë muslimanve që jo, ka lind pas lindjes Krishtit. Allah na ruaj, Allah azza wa jalla na falt.